Rreshtet e dendura të Borës gjatë 24 orëve të fundit kanë rënduar ndjeshëm situatën në sektorin bujqësor, veçanërisht në zonat me dru frutor. Sipas specialistit të bujqësisë Arben Hysolli, dëmet më të mëdha janë evidentuar tek qershit dhe kumbullat, të cilat ndodhen aktualisht në fazën e ndjeshme të zhvillimit. Sipas tij, rreshtet e papritura në këtë periudhë të pranverës përbën një goditje serioze për fermerët, të cilët kishin shpresuar për një prodhim të mirë këtë vit. Kulturat bërthamore janë më të rrezikuara në situatën që na ka shoqëruar kjo situatë me dëborë dhe me ngrica, sikur se thatë edhe juve, ka kaluar në zonat veçanta -4 deri në -7 gradë Celsius në minus. Kjo do t'jetë më shumë për kulturat bërthamore, duke thënë se do të ketë një rrezik dëmtimi potencial. Kurse kulturat farore, kurse e smolla, do ta shikojmë në ditët në vijim se si do të jetë shkalla e dëmit. Nuk mund ta përcaktojmë për momentin, pasi nga momenti i fillimit të ngritjes duhen rreth 48-72 orë për të përcaktuar një shkallë dëmi real në këto kultura. Por besoj se dëmtimi do të jetë serioz në këto kultura. Specialisti i bujqësisë apelon për vëmendje të shtuar nga institucionet përgjegjëse dhe për mbështetje ndaj fermerëve të prekur, pasi humbjet ekonomike parashikohen të jenë të ndjeshme.